Zjarri i madh në Prishtinë, angazhohen mbi 40 zjarrfeks, mes të lënduarve edhe një fëmijë 5 vjeçar. Tash bë vetëm se 5 orë, për momentin zjarri është lokalizu, dëmet dhe të tjerat janë në proces edhe të vlerësimit, por edhe shkaku i këtij zjarri shumë herët që të flitet. Deri tani kemi 5 zjarrfeks që kanë kërkuar ndihmë mjekësore, si pasojë e intervenimit që kanë pasur 2 qytetarë të cilët kanë qenë banor në këtë ndërtesë. Një fëmijë 5 vjeçar dhe prindi i tij janë për kujdes, fëmijë është në emergjencë mjekësore dhe janë marrë të gjitha masat që ky zjarr mos të përhapur dhe është lokalizu dhe tani jemi vetëm të punu që ta përfundojmë këtë rast. Janë përfshirë 3 katet që janë në 9 kulm, që realisht kanë qenë mbi ndërtim. Diapazoni i dëmeve duhet përcaktohet në ditët në vijim mbas që të bëjmë ekspertizën nga ekspertët. Informata është marrë në orën 7:28, me njëherë ekipet kanë dalë në ngjarjes, por kur kanë dalë është që krejt ajo pjesa e kulmit sipër nal u kanë përfshime në zjarr. Dhe sigurisht janë mobilizuar edhe ekipet të tjera të shërbimit zjarrfiksave, krejt kanë ardhur, falenderojmë edhe Lipjanin, edhe të ujësillësit, të cilët na kanë mbështetur me furnizim me ujë, ndërsa ekipet e zjarrfikut dhe shpëtimit prej asaj kohe, ndoshta janë krejt ato pomjet se çfarë reagimi kanë thonë gjithçka nga vetja për të futur në kontroll, mirë po, ndërtimi çfarë është te këtu banesa ka qenë tepër e vështirë për futje të shpejt në kontroll. Kjo kategorizohet në zjarrat e mëdha, ky rast, dhe për atë punë është do shumë punë dhe angazhim për me futur në kontroll zjarrin. Krijimi i temperaturës tepër të madhe, ashtu që tha edhe drejtori, kanë ndikuar edhe të zjarrfiksit që të marrin edhe trajtim nga ekipet mjekësore emergjente të cilat janë prezente në vendin e ngjarjes dhe ajo e ka ngadalësuar futjen në kontroll të shpejt, por megjithatë ideja ka qenë që mos të përfshihen objekte të tjera përreth, sesa ajo që ishte e përfshime në zjarr, aty nuk kemi çka të shpëtojmë na për vetëm shurën e zjarrit dhe ndërprerjen mos me leju të shpërndahet në objekte të tjera. Mbi 40 zjarrfiks janë angazhuar, të gjitha ata të cilët kanë qenë në detyrë dhe jashtë detyrës të cilët kanë ardhur, edhe në të ndërrimit paraprak, të gjithë janë angazhuar për futjen në kontroll të këtij zjarri që aktualisht është më gjithçka në kontroll, tashmë është faza finale për përfundimin e tërësishëm të këtij lloji të zjarrit. Çajfini është ha tjetër ku është mirë stabile, është trajtuar të na, hala është edhe pak kohë në observim edhe transferohet në kirurgji plastike për më vazhdu trajtimin. Shënjestër.net